Nëse disa dek studimi rrezikojnë mbylljen se nuk plotësojnë numrin e studentëve, të tjera po prodhojnë profesionistë më shumë se nevojat e tregut. Bëhet fjalë për mësuesin apo inxhinjeri të caktuara, në raport me infermierin, mamin apo programe 2 vjeçare. Kjo del në pa nga një analizë e qendresës qytetare mbi situatën në universitetet e vendit. Gjysma e të rinjve këtë vit kanë zgjedhur të shkollohen në deg të shëndetit dhe IT-s, ndërkohë që rreth 30% e programeve nuk plotësojnë numrin e studentëve për t'u hapur. Në total janë 308 programe studimi, prej të cilave 94 rrezikojnë mbyllen, sepse kanë më pak se 10 studentë. Janë 80 deg prioritare në total dhe rrezikojnë mbyllen 33. Në Elbasan rrezikojnë mbyllen 46% e degëve. Në Elbasan, që është më e keqja, 11 nga këto degë kanë 0 regjistrime. 41% e degëve në Gjirokastër janë për të mbyllur. 50% që të cilët janë brenda universitetit janë degë infermieri mami, të cilat janë pasaporta për jashtë vendit, sepse ne prodhojmë 3000 infermier dhe mami në vit, gjë e cila është e kuptueshme që sa akomodon sistemi jonë. Për të siguruar një shpërndarje më të balancuar të studentëve në të gjithë vendin, njohës të arsimit sugjerojnë profilizimin e universiteteve, e kjo kryesisht në rrethe, ku problematika sipas tyre është dhe më e mpret.